Bismillah. Për shëndetje nga kuzhina Nirit, sot ka vendosur me ju t'regu pra edhe një recetë si ta marinoni mishin e pulës, për ndryshe kofshat, komat e pulës, kaçikat e gjitha, sikurse për grill, ashtu edhe për furrë kur e përgatitni pra mishin e rreshk të pulës. Krejt që kanë nevojitën prej përbashkëve janë qëto 2 kg me mish të pulës pra. Kofsha, koma, kështu, mandej krah të pulës, përzime, pra 2 kg. Në anën tjetër kom marrë një hudhër, krejt thelbit i kom qeruar dhe i kom ndrydhur nga ndrysën. Jo krejt plot gota e çajit me vaj ulliri, një lugë të gjellës plot salcë të domatave, një lugë të gjellës biber të kuq, një lugë të mesme me curry, melmes, një lugë të mesme biber të si, një lugë të mesme plot me krip, një lugë të gjellës me veget, një lugë të gjellës senf për ndryshe, mostard edhe një lugë të gjellës me mjalt. Bismillah, fillojna me marinatën. Furrën e kom lshu, temperaturë 220 gradë që të nxehet. Hedhim kripën, vegetën, krejt melmesat, pra. Shtojna mostardën. Një lugë të gjellës pra me mjalt, sepse jep një shije të mrekullueshme edhe i bën të rreshkt. Marrim salcën e domateve, hudhrën, se dhe vajin e ullirit. Mundeni edhe vaj lule diellit, ama vaj ullirit jep një shije fantastike. Përzina mirë tashti, derisa ta marrin marinatën mirë. Tash koha e grillit, pra koha ideale me përgatit këtë marinatë të mishit të pulës. Tash ti përzina mirë. Nga njëherë për shkryjnë motat pëse s'pi përdor dorzat. Dorzat kuzhini ka motat e dashura, edhe me shiku hallë tash kanë fillu me ndalu dorzat me përdoruna për gastronomi, kështu që ma e pasër se dora jote, vallajnë as dorzat nuk janë asnjëherë, veç ma dëmshme. Kështu që graje vlla, dur të pasër të shqip. Përzina mirë. E kemi rendit edhe mishin e pulës. Tash e marrim letër për pjekje, si gjithmonë e lagum me ujë edhe mbulojna kështu tepsin, fusim me njëherë në furrën e nxehur në temperaturë 220 gradë, mandej një 5 minuta deri 10 minuta para se me hek tepsin, ja hekum edhe foljen. Këtë letër në falni për pjekje. Edhe tepsin e kemi hek prej furrës me mishin e pulës. E shifni si janë rreshk, kanë mjuk knaq. I kom lënë pra për 50 minuta, i kom lënë me letër për pjekje. Mbas 50 minuta, ja kom largu pra letër për pjekje, edhe këtë yndyrën që lëshojnë, e merrni një furrë që lagni në yndyrë edhe përmi gjithë mishin e pulës, pra e lagni me këtë vajin ose yndyrën që ka lëshu pra edhe mishi pulës, po ashtu edhe vaj ullirit, edhe për 10 minuta mandej leni pa letër për pjekje. Jën rreshk perfekt, që do të thot pra për 1 orë komplet i kom lënë në furrë. Ja vlen t'i provoni sikurse për grill, sikurse në shtëpi që kanë mjuk knaq. Pra, marinatën mundeni me bo edhe në mbrëmje, mas një dite e merrni me vete, pra ashtu të marinume dhe i pjekni në grill. Një sallate këto tjera që shkojnë në vinakrejt, kështu që nëse e provoni, ju lumshin duart e ju befshin mirë. Faleminderit për përkrahjen që ma beni, shifni të butë mishi, deri në recetën e radhës. Nga kuzhina Nirit ju them, miru pafshim.